Atëherë, manovra Kristeller, pse nuk këshillohet fuqimisht, nuk këshillohet, dhe pse është ndaluar, është një manovër e jashtëligjshme në shumë vende të cilët duan t'ia dinë për shëndetin e foshnjave tona të përsalindura dhe shëndetin e nënave të reja e grave. Në Gjermani, thash, e përmenda në pak video më parë, Britanitë të Madhe dhe Spanjë, mënyra Kristeller është ndaluar me ligj dhe është vlerësuar si shumë e rrezikshme. OBSH-ja, Organizata Botërore e Shëndetit, nuk e këshillon në mënyrë shumë të qartë, pra pikërisht për dëmet e mëdha që mund të sjellë vënia në jetë e kësaj manovre, pra kryerja e kësaj manovre në trupin e nënës e cila është në momentit e fundit të lindjes, të sjelljes në jetë fëmijës së saj. Në Itali, unë flas gjithmonë për Italinë, por edhe në Shqipëri, nga ato që më shkruanin, Bebe Vogulu, shumë nëna më shkruajnë prej vitesh tashmë, jo vetëm vazhdon të kryhet, por në shumicën dërmuese të rasteve nuk shënohet se është kryer mbi nënën, as në dokumentat zyrtar. Kjo është gjëja më e keqe që bëjmë. Pse? Sepse u adin, më falni për frëngjishten, u adin bythës vet, janë të zgjuar, për të mos treguar fare që është kryer, për të shmangur problemet me ligjin në rast se tek foshnja apo te nëna kemi kjo manovër mund të sjellë dëmtime shëndetësore, ose ka sjellë dëmtime shëndetësore. Nuk e di nëse mund pastaj më vonë, nuk e di pas sa kohësh mund që ti të shkosh edhe të kërkosh të drejtën tënde. E mbyll të video dëshpërimisht, me pak dëshpërim mbi gjendjen, por që të doja me të vërtet t'i dinim këto gjëra. Ju përshëndes, shihemi videon tjetër. Kalofshi një ditë bukur.